pra jo thjesht afër, po janë ato shërbime që u nevojiten atyre. Ndërkohë që Partia Socialiste e shef reformën territoriale si një metodë si të optimizoj votat e veta. Pra e shef vetëm nga ana elektorale, nuk e shef nga ana e shërbimeve, pra e nevojës pse ne kemi pushtetin vendor. Ato e shohin si është e mundur që neve këto votat që kemi t'i sjellim, t'i rrotullojmë, t'i menaxhojmë në mënyrë të tillë që të garantojmë thjesht qëndrimin tonë në pushtet dhe asgjë më shumë. Pra nuk e shohim fare dhe neve ja kemi parë problematikën kësaj. Ja kemi parë problematikën kur për shembull bën centralizim, se ky centralizim është. Dhe baza e konceptit të djathtë është decentralizimi, pra largimi i pushteteve, çorja atyre drejt qytetarit dhe në territorin përkatës, ose përdor centralizimin. Këtë e bëri me sistemin gjyqësor, e mbani mend, këtë e bëri me sistemin arsimor, këtë e bëri me sistemin shtetësor dhe i vun gjithë Shqipëria këto. Këtë po e bën edhe me pushtetin vendor, ku në 2015 fillimisht krijoi këtë centralizim këtu nga 373 bashki e komuna krijoi 61 bashki, këto po tenton të bëj sërish. Pra, edhe 61 ta zvogloj edhe më shumë. Se kujtoj unë që një nga gjërat që mbrojti reformën 2015 Partia Socialiste ishte që duke bërë më pak, do kemi më pak administratë dhe do jetë më efektive. Në fakt, çfarë ndodhi me administratën? U zvoglu? Administrata u shtua, u dyfishua, pra është thjesht puro një gënjeshtër. Ndërkohë që shërbimet ama u larguan nga njerëzit. Se kjo është e vërteta. E atëherë ne kemi nevojë që shërbimet të rikthehen pranë njerëzve dhe pranë territorit përkatës. Kështu që Partia Demokratike shumë qartë ka dhënë propozimet e saj përmes komisionit parlamentar të kryesuar nga zoti Boçi, po edhe përmes ekspertëve. Ju e keni parë, ka pas një tavolinë Partia Demokratike organizuar pak ditë më parë, kryesuar nga zoti Berisha, pikërisht me ekspert të fushës ku u planifikua qartë ajo për cilën ne qëndrojmë, që është gjëja më e saktë nga pikpamja administrative, territoriale dhe rajonale, lokale, dhe që qëndron për qytetarët dhe për territorin. Nga krau tjetër, neve duhet të qëndrojmë kundër çdo lloj centralizimi, sepse Partia Demokratike është partia e djathtë dhe qëndron për decentralizim. Po harrova unë, po kadastrat i pa se çfarë bëri tash? I centralizoi edhe hipotekat, i largon nga qytetet më të mëdha. E fundit ajo e Vlorës, një problem madhor që ka për shembull zonë e Vlorës me hipotekat, dhe ja largoi, pra largon shërbimet, ku do i gjej drejtën e vet shërbimin e vet qytetarit. Gjithmonë e më larg, ky është një tjetër mekanizëm që ata përdorin, siç ju thash pak më parë, një tjetër mekanizëm që ata përdorin për të shpopulluar zonat përkatëse. Duke larguar shërbimet, ai që ka nevojë për shërbimin do jetë detyruar të spostohet drejt vendit ku ofrohet shërbimi. Duke lënë zona bosh. Në fakt, kjo është ajo çka ata duan, nuk u intereson element tjetër. Për çfarë duan? Dhe patjetër e shohin nga pikpamja elektorale. Për çfarë duan zonat bosh? Duhet ta ndrojmë me do e mos. Po, pse duan këto zona bosh, zot Ali Mehmeti? Pse duhet që njerëzit të largohen nga ato vende? Për të bërë pastaj panele diellore, investime, Juve besoj i keni parë, siç i kanë parë gjithë shqiptarët i kanë pas përpara syve ata investitorë strategjik nga Mbina, apo jo? Çfarë tokash morën ata? Ishin tokat e baballarëve të tyre, gjyshërve të tyre, apo ishin toka që ishin lënë relativisht me vështirësi, kush është pronari, kush është për ja japim, si ja japim të drejtën e pronës, apo po i shtetëzojmë, po nuk po i shtetëzojmë, po i dëm shpërblejmë të vështirë me njerëz të larguar jashtë Shqipërisë pafund. Filloi me jugun, besoj e mbani mend. Zonat më të lakmuara, më rentabël ishin zonat bregdetare të jugut. Filloi me atje dhe gjatë vite ka qenë më e vështirë, ta themi drejtën, pjesën veriore. Kujtoj që atje dhe ligji i pronës nuk funksiononte shumë për shkak se në zonat veriore të gjithë dinin se ku janë tokat e gjithë së kujt, apo jo. Por edhe atje me kalimin e kohës e shpopulluan. Dhe mbasi arritën atë nivelin kritik të shpopullimit që nevojitesh, shpikën paketën e maleve. Kush po i merr këto paketat e maleve? Boll shifni, ndiqni emrat, kush është duke i marr këto zona? Po i shpopullojnë që ti përdorin vetë. Ideja pushtuesit nuk është të qeverisi popullin. Populli nuk e duhet fare. O e shpërngul, e largon, ose i nevojitet për argat, po populli nuk i nevojitet. I nevojitet toka dhe i nevojitet mburimet natyrore. Pra këto do pushtuesi dhe këta në këtë mentalitet kështu sillen si pushtues,